Xhamia e madhe e Heratit. Xhamia e madhe e Heratit, Mesxhid, pra Xhamia e Heratit, është një xhami në qytetin e Heratit, në provincën e Heratit në veri perëndim të Afganistanit. Ajo është ndërtuar nga Guridët në nënsudimin e Sultan Muhammed Ghiathedin Gorit, i cili hodhi pra themelet e saj të para në vitet 1200 të i.e. Dhe u zgjeru më vonë nga disa sundues, sepse Herati ndryshoi sundimtar gjatë shekujve nga Timuridët deri te Safavidët, Mugalet dhe pastaj Uzbekët, të cilët të gjithë mbështetën xhamin. Ndonse shumë prej pllakave me xham janë zëvendësuar gjatë periudhave të mëvonshme, xhamia e së premtes në Herat i është dhënë forma e saj e tanishme gjatë viteve të fundit të shekullit të 15. Sipas burimeve historike, u ndërtua në shekujt e parë të përhapjes së Islamit në Afrikën Lindore. Ajo shërbeu jo vetëm si vend falje, por edhe si qendër arsimore, ku mësoi Kurani, hadith dhe shkencat islame. Për shumë breza kjo xhami ishte zemra shpirtërore e komunitetit musliman, duke luajtur një rol kyç në ruajtjen e identitetit fetar dhe kulturor të banorëve të Heratit. Megjithatë, me kalimin e kohës, xhamia e Heratit u përball me sfida të mëdha, konflikte të ndryshme, ndryshimeve të pushtetit dhe presioneve të jashtme ndikuan drejt për drejt në funksionimin e saj. Disa burime tregojnë se në periudha të caktuara xhamia u braktis pjesërisht, ndërsa në raste të tjera u dëmtua ose u mbyll përkohësisht. Këto ngjarje kontribuan që shumë dokumente, dorëshkrime dhe kujtime të rëndësishme të humbnin ose të mbeteshin të panjohura për brezat e mëvonshëm. Një nga sekretet më të përfolura lidhet me dorëshkrimet e vjetra që sipas rrëfimeve ruheshin brenda mureve të xhamisë. Thuhet se aty kishte kopje të rralla të Kuranit dhe tekste të hershme islame, të shkruar me dorë nga dietar të shquar. Fatkeqësisht shumë prej tyre dorëshkrimeve ose u shkatruan nga koha dhe luftrat, ose u shpërndan pa u dokumentuar siç duhet, duke lënë pas një boshllëk të madh historik. Përveç aspektit historik, xhamia e Heratit mbart edhe një domethënie të thellë shpirtërore. Ajo simbolizon qëndrueshmërinë e Islamit në një rajon ku feja u përhap përmes dijes, tregtisë dhe moralit të lartë, jo përmes dhunës. Edhe pse disa pjesë të historisë së saj janë zbehur, mesazhi që ajo përcjell mbetet i gjallë. Ruajtja e besimit dhe identitetit përballë vështirësive dhe tundimeve të ndryshme të kohës. Sot, interesimi për xhaminë e Heratit po ringjallet. Studiues, historian, besimtar po përpiqen të zbulojnë më shumë rreth së kaluarës së saj dhe të rikthejnë në vëmendje rëndësinë që ka pasur për botën islame. Edhe pse shumë sekrete mund të mbeten përgjithmonë të fshehura, vetë historia e xhamisë së Heratit na mëson se trashëgimia islame është e thellë, e pasur dhe e denjë për të ruajtur. Ajo që ndodhej me këtë xhami nuk është vetëm një tregimi së shkuarës, por një thirrje për të mos harruar rrënjët dhe mesimet që ato na lënë.